i ndjeri Kasiot Miftaraj ka thënë shumë gjëra. Dhe prandaj dhe u ekzekutua se Kasiot Miftaraj nuk është vetë vrarë. Kasiot Miftaraj në kanë vrarë. Dëgjoni, shkoni intervistoni nënën e Kasiot Miftaraj dhe do shikoni se çfarë do të thotë. Dhe s'kishte asnjë arsye Kasiot Miftaraj që të vriste veten. Problemi është që rrethi dhe laku janë ngushtuan aq shumë Kasiot Miftaraj sa më në punë e eliminuan. Kasiot Miftaraj bëri shumë armiq. Pra, këto parashikime të Kasiot Miftaraj, si sekundëri thatë jo, nuk janë pa bazë. Ai kishte informacion, nuk e di nga i mirë të informacionet, po informacione kishte plot, sa të doje. Dhe me sa duket, kjo ka qenë një plan i thurur me kohë për të mbajtur Edi Ramën në pushtet, se kjo u vërtetua edhe nga zgjedhjet e Trepal zgjedhje, u vërtetua edhe nga bashkëpunimi dhe bindja e Sali Berishës që ka peg Partinë Demokratike që të i hapte rrugë Edi Ramës. Pra për të realizuar ai plan që thoshte Kasiot Miftaraj.